Një situatë e paprecedent ka ndodhur mesditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, vetëm pak orë përpara nisjes së spektaklit të mbrëmjes. Kristi ka shokuar të gjithë duke kapërcyer murin rrethues të shtëpisë, duke thyer kështu një nga rregullat themelore të formatit. Ky veprim vjen disa orë pas një përplasjeje fizike me Mirin, ku situata degradoi deri në gjuajtjen me shishe uji. Aktualisht, raportohet se banori ende nuk është rikthyer në shtëpi, ndërsa publiku dhe banorët janë në pritje të vendimit që vëllai i madh do të marrë ndaj kësaj thyrje të rënd të disiplinës dhe izolimit. Edhe një herë më parë, Kristi e ka bërë këtë veprim dhe vëllai i madh ka raportuar që nëse dikush do ta bënte edhe një herë të dytë, do të merrte masa dhe ai person do të eliminohej urgjentisht. Ndërkohë, në shtëpi ka mbërritur zarfi dhe secili prej banorëve ka kuptuar që Kristi është larguar përfundimisht dhe në takimin e spektaklit të mbrëmjes, pra në Prime, do të merret vesh se cila ishte arsyeja që e shtyu atë që të shkelte rregullat e izolimit dhe të largohej përfundimisht nga kjo garë. I gjithë publiku është shokuar shumë, pasi të gjithë e pëlqenin shumë Kristin dhe mendonin që ky ishte një nga finalistët, por edhe një pretendent për të fituar garën dhe çmimin e madh, dhe ky veprim i tij i ka habitur të gjithë. Nuk dihet nëse vëllai i madh do ta rikthejë në shtëpi Kristin apo do të dëgjojë se për çfarë bëri ai këtë veprim, dhe nuk dihet nëse edhe Miri do të dënohet për këtë veprim apo debatin e rënd që pati me të. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.